Përshëndetje dhe mirë se vini në puntatën e radhës të podcastit për shtjellim. Sot tema e ditës është arsimi. Arsimi në të gjithë dimensionet e tij, arsimi në 360 gradë. Siç thoshte poeti i madh Naim Prashëri, dita e diturisë përpara do na shpier, autor të ndryshëm që nga Nelson Mandela, që nga Aristoteli, dhe natyrisht të tjerë, Benjamin Franklin, kanë shkruar dhe kanë folur për arsimin si një nga investimet, siç e quante i madhi Franklin, më të mëdha, pra interesat e të cilet, frytet e të cilit vlen më shumë se çdo gjë tjetër në jetë. Po ku është situata e arsimit sot në Shqipëri? Për këtë do flas sot, kam nderin të flas sot me ish zëvendëskryeministrin dhe ministrin e arsimit në qeverinë 2005-2013, profesor doktor Myqerem Tafaj, një nga ekspertët dhe njohësit më të mirë të arsimit në Shqipëri. Përshëndetje zot Tafaj. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, profesor Kalemaj. Ju vini në një moment që arsimi në Shqipëri ka një problematik të theksuar, duke filluar me një nga betejat e fundit edhe parlamentare, po e ngritur me shumë shqetësim dhe nga sindikatat e mësuesve në lidhje me mohimin, paktën deri para pak ditësh, të drejtës të mësuesve kishin me sistemin 3 vjeçar për të përfituar shtesë page sipas kategorisë, gjë e cila prek në mas të madhe mësuesët, po natyrisht edhe nuk njeh vjetërsinë e punës së tyre dhe statut. Si mund ta komentoni këtë çështje? Unë në fakt u habita kur e dëgjova këtë problem, sepse ka qenë një diskutim i cili, me sa mbaj mundu, duhet të ketë qenë në 2011, nëse s'ka bëhem për vitin, dhe ose 2010, jo 2011 ishte koha ku ne kishim bërë ndryshimet e ligjit, dhe në qoftë se mbani mend dhe ju se në sistem, gjithmonë si pedagog, si profesor tani, problemi aty ka qenë që me njohjen ekuivalentimin e përkohshëm të formimeve ose të diplomave të mëparshme me sistemin e ri të Bolonjës, ky problem lindi vetvetiu dhe pakti një lloj konfuzioni, dhe sepse në atë kohë problemi ishte akoma më i madh. Pra ne nuk ishim vetëm ata që kishin marrë sistemin 3 vjeçar, dhe në parantezë sistemin 3 vjeçar në atë kohë ishte përpara Bolonjës, pra diplomat, programet e ciklit të ulët ishin për shembull në Universitetin e Elbasanit. Universiteti i Elbasanit i pati hapur i pari, edhe për parashkollorin, ishin diploma para se të fillonte sistemi i Bolonjës. Pra, to ishin programe të universitare, dhe kur u fut sistemi i Bolonjës, ato automatikisht ishin bachelor. Por, ishte edhe një grup tjetër mësuesish, dhe jo më i vogël, ndoshta edhe më i madh, tani flasim për para 14 viteve, që kishin studuar në institutet e larta pedagogjike. Dhe aty kishte edhe 2 vjeçar, kishte edhe 3 vjeçar. Dhe në atë kohë morë një vendim në qeveri që të gjithë këta do të trajtohen, në fakt ta kishin studuar arsim të lartë pedagogjik. Dhe ky ishte një model i cili nuk ishte vetëm në Shqipëri, ishte në shumë vendet e Europës. Dhe përjelloi, u muar ky vendim dhe u ka përcye e vështirësi, dhe tani pas ka rilindur dhe më bëhet qefit në kuptimin i përgëzoj që me se duket palët edhe në Komisionin e Edukimit kanë arritur një dakordsi, dhe siç e pash unë të propozimin e ligjit, vjen me dakordsi nga Komisioni i Edukimit dhe është mirë që të kaloj. Kjo është një zgjidhje e drejtë. Ky është një cikël studimesh i parashikuar për këtë nivel të arsimit parauniversitar, dhe ata duhet trajtohen në mënyrë të drejtë. Kjo është një zgjidhje e mirë. Arsimi parauniversitar duket se ka hyrë në një cikël krize të vazhdueshme, e cila reflektohet edhe nga rankimet ndërkombëtare. Kam parasysh këtu rankimin e famshëm të PISA-s, i cili në 2018 e kishte rankuar në vend të 61 nga 80 vende, dhe në 2022 kishim rënë një vend akoma më shumë, dhe ishim pozicionuar në vendin e 62 nga 80 vende, duke lënë mbas vetëm Kosovën në rajon. Kush mendoni se janë, të themi, themra e akilit apo pika e dobët e arsimit parauniversitar? Themra e akilit
Profesor Iliri, është çështja se arsimi nuk është prioritet në Shqipëri. Kjo është zemra e Kilit. Po të një vështrim që në 2013 në mbrapa, çfarë ka ndodhur në Shqipëri? Ju jeni në botën akademike, jeni në media. Dhe po të bëni ju jeni në shkencët politike, unë uroj që studiusit e shkencëve politike ta zbardhin, ta studiojnë dhe ta studiojnë thellësi. Në 12 vjetë, në vitit 13, Shqipëria ka pasur prioritete krejt tjera. Dhe cilat janë këto prioritete? Por fat keq, ose nuk është edhe fat keq, po natyrisht për të konsoliduar një demokraci duhet të konsoliduar sistemin e së drejtës, së drejtësinë, patjetër. Por unë nuk e kuptoj se si një vend mund të merret 12 vjet vetëm me drejtësinë, me policinë dhe me burgjet. Nuk e di u ka bërë juve përshtypje. Kemi numrin më të madh të paraburgosëve në botë. Po sigurisht kemi, por dhe aty ka qenë gjithë fokusi. Pra, por në fundit, kjo është ana represive e një shteti. Natyrisht është keq për një demokraci, për zhvillim qëndrueshëm, për zhvillim afatgjatë, duhet të kesh një sistem konsoliduar të së drejtës për një shoqëri demokratike. Por që të fokusohesh 3 mandate vetëm në këtë dhe të ignorojë çdo gjë tjetër. Është ignoruar. A mendoni profesor se rënia e financimit të arsimit për shembull në 2021-shin, 2022-shin falni, ka qenë 2.9%. Sot që flasim është diku në 2.5, 2.5%, por në 2029-ën parashikohet të shkojë në 2.1%. Pra dhe ka rënë dhe pesha në buxhet, pra në 7%, mendohet nga 7.5 në 7%. Do të thënë, unë e bëra parantezën e prioritetit kombëtar. Nuk ka qenë prioritet kombëtar. Për fat keq nuk ka qenë prioritet kombëtar, nuk është prioritet kombëtar. Nuk është prioriteti duket në përmasën e investimit. Po si shpjegohet profesor, sepse ne kemi pas ministra arsimi në këto vite që kanë ardhur nga arsimi para universitar, fjala bie. Po nuk është problemi këtu. Problemi është, dëgjoni, politikat përcaktohen në Këshillin e Ministrave dhe pastaj transkriptohen në ligje në parlament. Në qoftë se një vend nuk e vendos dhe nuk e njeh domosdoshmërinë e prioritizimit të një fushë të një sektori, kjo nuk mund të ndodhë. Shifrat e buxhetit çdo vit. E dini sa duhet ta kishte buxhetin Shqipëria sot? Sot Shqipëria ka një buxhet përgjithshëm për shpenzimet publike sipas ligjit buxhetit miratuar 9 miliardë. Që Shqipëria të thoshte që unë e kam prioritet arsimin, unë nuk merrem me raportin e GDP-s, do të ishte të paktën 900 milionë euro. Pra, të paktën 10% të shpenzimeve publike. Nuk i ka. I ka diku aty të 8. Me këtë nivel që arsimi dhe shkenca në shpenzimet publike, nuk mund të zhvillohen këtë sektor. Tani, ju do thoni, në qoftë se ti do t'ja thuash dikujt sot, po ta kisha 1 miliard euro buxhetin për arsimin dhe për shkencën, ai që do të na dëgjojë thotë këta që kanë të çmendur. Sepse pyetja me njëherë që lind është çfarë do bëni me kaq shumë para? Kush mund ta bëjë këtë pyetje? Ata që nuk e njohin sistemin, nuk vinë nga sistemi dhe ka të ngjarë që fëmijët nuk i kanë në sistem, si nxënës dhe student. Se nëse i kanë, atëherë ata duhet kujtohen deputet apo qeveritar qofshin. Në çfarë gjendje janë shkollat në Shqipëri? Në çfarë gjendje janë auditorët e universiteteve publike në Shqipëri? Në çfarë gjendje mësojnë studentët dhe nxënësit shqiptar? Kot, pra, edhe ka ekonomi të sektorëve ndryshëm, ka dhe një ekonomi të arsimit. Dhe ai kriteri ose minimal që minimumi duhet të investosh 5% të GDP-s për arsimin që vërtet të zhvillohesh. Është për elektorale viti 2013. Është, jo të pritet, po në politikat ndërkombëtare të arsimit, ky konsiderohet një kriter i konfirmuar nga studime shkencore. Ose që ti të kesh një arsim të lartë që të pretendoj për cilësi, ai duhet zë shpenzimet për të duhet zënë minimumi 1% të GDP-s. Tani,
shpenzimet e arsimit të lartë në 0,26%. Kem- Dhe të gjitha këto, po t'i marrim koeficient ato raporte, ne investojmë për një nxënës student në Shqipëri 8 deri në 10 herë më pak se sa vendet e zhvilluara. Pra, s'kemi si zhvilluara me këtë investimi. Po Shqipëria e varfër, Shqipëria nuk është e varfër. Populli shqiptar është i varfër, qytetarët janë të varfër. Po me këtë GDP, se pretendohet që me buxhetin e 2026-s, që ne do kemi 9 miliard euro shpenzime dhe 28.3 miliard euro GDP. Atëherë, Shqipëria sigurisht ka vite që është në grupin, bën pjesë në grupin e vendeve me të ardhurat mesme të larta. Pra, ne nuk mundet të trajtojmë arsimin si në Nigeri. Nuk mund të trajtojmë. Dhe ka ndodhur sot ky sektor është përballet me sfida të jashtëzakonshme. Ju morët mësuesit. Shumë mirë që ju morët mësuesit. Do shkojmë te pjesa Po do shkojmë. Do të ngelja edhe një sekond te kjo për dy faktorë të tjerë, për shembull, ndoshta jo monetar. Por lexoj një statistikë që kanë ikur 138.000 pas pandemisë neto. Pra, duke marrë parasysh ata që janë kthyer gjatë kësaj periudhe, kjo është një shifër dramatike. Pra, bëhet fjalë për një qarkt të qëndësishëm në terma të numrave të cilët kanë ikur nga Shqipëria. Dhe nga ana tjetër shohim që në arsim, sidomos para universitar, shkojnë shpeshherë studentë pra që diplomohen dhe mbrojnë masterin profesional, të cilët janë me mesatare shumë të ulët. Pra degët, ata që kanë mundësi zgjedhje në bazë të pikëve të maturës, zgjedhin deg të cilët janë konkurruese në treg, dhe ndërkohë te mësuesia shkon një nivel më i ulët formimi. A ndikon kjo në cilësinë e arsimit dhe braktisjen e shkollave? Sigurisht. Po, më thënë, ne kemi një situatë reale të shpopullimit të Shqipërisë në 3/4 të territorit të saj. Këtu përshtohet në Tiranë dhe Durrësi. Pra, çfarë ka ndodhur me këtë shpopullim? Janë zbrazur nga fshatrat dhe ofruan qyteteve të vogla. Dhe tani janë zbrazur të gjithë. Dhe ne kemi sot në sistem kemi 40% më pak nxënës dhe studentë se sa një dekadë më parë. Dhe ne po shkojmë për nga numri studentëve, po shkojmë në gjithë sistemin, pa aq student sa ka një universitet i madh në Turqi. Ndërkohë që kemi 43 universitete. Pra, do të thotë, por çfarë ndodhi kjo? Problemi është se duke u zbrazur fshatrat dhe pastaj qytetet, duke u mbyllur shkollat njëra pas tjetrës, aty diku kanë mbetur disa fëmijë. Pra, ata kush i mëson? Kush ka interes më të qëndrojë? Si do ishte zgjidhja më e mirë për ta, profesor? Pra, kur jemi këtu, të arsimit parauniversitar, sipas meje, sfida kryesore është krijimi i dy sistemeve. Kemi një sistem të arsimit parauniversitar që përket qyteteve, dhe kemi një sistem të arsimit parauniversitar që përket zonës rurale. Dhe ky dyti, në qoftë se i pari ecën me marshin e parë, në fakt nuk ecën me marshin e parë, në marshin e tretë, dhe nuk ecën me marshin e tretë, po unë po e marrë për diferencë, ky tjetri i zonës rurale ecën me marshin e parë. Ka 2 marshe diferencë, sepse ka 2 vjet diferencë në nivel. Kjo është Shqipëria. Po ja vlen kosto përfitim profesor për shembull në një fshat i cili mund të ketë vetëm 2 nxënës për mësuesin që të shkojë nga qendra urbane aty rrethi, pikërisht pa ata 2 nxënës apo. Prandaj sistemi është bërë akoma më sfidant se ç'ishte para 20 viteve. Është shumë më sfidant. Cila është zgjidhja që do gjesh? Këta nxënës kanë të drejtën elementare, është drejtë elementare kushtetuese dhe bën pjesë në drejta njeriu që të marrë një arsim normal. Ja siguron dot? Do të gjesh mënyrat. Duke u mbyllur shkolla në fshatra, ka dhe një efekt tjetër shoqëror. Mbyllet shkolla, ikën fshati. Mbyllet qendra shëndetësore, me qendra shëndetësore kanë mbaruar punë me kohë. Tani mbyllet edhe shkolla. Pra, kjo Shqipëria tjetër
që unë ishem e haruar, ka 30% të nxënësve në shkollat e mesme. Dhe këta janë 30% të nxënësve që futen në klasën e parë në shkollën e mesme dhe kanë hyrë sikur kanë mbaruar klasën e 9, por në fakt ata për nga niveli kanë mbaruar klasën e 7. Nuk kanë shans që ta kompensojnë këtë propametje më as në arsimin e mesëm, dhe kështu vijon kjo. Dashur pa dashur, ne krijojmë tani këtë 30% e kemi të disfavorizuar dhe të diskriminuar jo me qëllim, po me politikat që kemi bërë. Pas ndoshta është ky 30% profesor që del sipas raporteve të ndryshëm që nuk janë as në shkollë, as në punë. Jo, nuk është ky. Ta në shkollë. Sepse ky raporti, ky është tjetër gjë. Po të lexoni relacionin e buxhetit të 26 të këtij viti, më bëri përshtypje që ishte vendosur një objektiv qesharak. Dhe një nga objektivat që kishin vërë për arsimin parauniversitar thoshin, do kemi pjesëmarrje, pra 84% ishte objektivi për përqindjen e nxënësve që përfundojnë arsimin detyruar, për klasën e 9 dhe vijojnë arsimin e mesëm. Është katastrofë. Absolutisht. Nëse ti je një vend që aspiron për të pranuar në Bashkimin Evropian 29, 30, 28 e këtu me radhë dhe vëmë disa vite, që shohim se kur do të jetë realisht, por ne jemi në të rrugë. Si do shkosh ti në vendet në familjen e Bashkimit Evropian, kur paske me objektivin që ke vënë 16% janë pa arsim të mesëm. Por në këtë shekull, a mund të imagjinohet një i ri, një e re, që nuk ka kryer arsim të mesëm? A mund ta përballojë zhvillimin e këtij shekulli? Po pse? Është thjesht përdorimi i celularit? Kjo është dia, kjo është teknologjia, po si përdoret ky celulari, ta e di në mënyrë kështu empirike. Po si mund përdoret nesër ChatGPT-ja, inteligjenca artificiale me dobi, se si mund përdoret me dobi, të e din njerëz të shkolluar. Dhe këta duhet të kenë informim minimal. Absolutisht, dhe më dolët e pyetja e radhës, si të bëhet e mundur një sistem rankimi, një sistem, po flas gjithmonë për arsimin para universitar, natyrisht vlen edhe për arsimin e lartë, një sistem cilësie, sepse ne duket se kemi provuar të gjitha mënyrat dhe na kanë dështuar. Pra kemi provuar provimet hyrëse në universitet dhe na dështoi si model. Kemi provuar maturën shtetërore, shpeshherë del teza rrjedh dhe në media përpara se nxënësit të ketë mundësinë të ulet apo dalin shkolla periferike, shumë më mirë nga shkolla të cilat kanë një kontroll cilësie më të madh. Kush është ndoshta ai grali i shenjtë apo formula Deux ex machina e cila do na çonte drejt një arsimi cilësor dhe do na reduktonte numrin e alfabetizmit funksional? Mësuesi 1 dhe shkolla normale 2. Shqiptarët janë popull arsimdashës. Ne bëjmë pjesë në vendet që familjet shqiptare bëjnë pjesë në për nga investimi që bëjnë familjet shqiptare për arsimin e fëmijëve, Shqipëria është lart fare. Dhe ka kompensuar atë që shteti, shoqëria dhe politika nuk e ka bërë prioritet arsimit. Mësuesi, në qoftë se ne në çdo shkollë nuk do të krijojmë kushte normale për shkollim. Kushte normale. Dhe ju i njihni raportet. Dhe ne nuk kemi kushte normale për shkollim në Shqipëri. Për fat keq. Dhe prandaj, në qoftë se ti thua që duhet të investosh 10% të shpenzimeve publike për arsimin sepse je në nivelin e vendeve të pazhvilluara, jo atyre në zhvillim, atëherë duhet të kuptosh se çfarë është kjo. Të investosh që shkolla të jetë minimumi si shtëpia normale që e ka ngrohen, e ka ujin, ulen, dëgjojnë, shohin mirë, kanë dritë mjaftueshme, e shohin drasën, përdorin disa mjete të domosdoshme. Kushte normale, deri te ato kushtet higjienike, që nuk janë të gjitha shkollat e Shqipërisë në vitin 2026. 1. Dhe dyta, e kyçi është mësuesi. Ju përmendët PISA. PISA gjithmonë rankon si faktorin e parë mësuesin. Sepse nuk cilësia nuk garantohet me kontroll. Cilësia garantohet duke e prodhuar atë. Dhe kush e prodhon cilësinë? Mësuesi. Cilësinë e prodhon mësuesi, pedagogu, por natyrisht duhet të ketë kushte të mjaftueshme që ta realizojë këtë program cilësor. Në qoftë se nuk i ka,
nuk e bën dot. Sot Pra mësuesi. profesor, mësuesi duket se është i rënduar me shumë shkresa, me shumë punë administrative. Jo vetëm aq. Shpeshherë duhet të shkoj, po lexoja para të sakosh, shumë nga Boshi në Fier për të bërë dorëzimin sepse është përqendruar edhe zyrat arsimore, edhe komplet shkëputje nga realiteti. Gjë e cila e vështirëson shumë punën e mësuesit. Komplet shkëputje nga realiteti. Ngarkoj me burokraci, mbush çdo letra dhe sa më shumë letra mbushen, aq më shumë efektivitet ka. Që ky është një spostim, është një zhvendosje nga puna substanciale, puna me nxënësin, tek burokracia. Dhe pastaj, nëse ti do pretendosh, do t'i kontrolloj, po do bëj edhe teste me shkrim, të janë të gjitha prava me mbret. Në qoftë se cilësia nuk është prodhuar, ti nuk ke çfarë të kontrollosh. Kontrollo sa duhesh. Po, do prodhosh efektivitet. Sepse në atë kontrollin tënd do të dalë ajo që ti në fakt nuk e ke prodhuar dhe pastaj do ta mbulosh. Pra, cilësia realizohet në puna reale që bën mësuesi me nxënësin, që në kushte normale të një shkolle. Të gjitha që nga infrastruktura me tekstet e të gjitha me radhë. Doja të pyesja për diçka që ju e keni fort merak dhe për cilën jeni një nga njohësit më të pirë në Shqipëri dhe që keni gjatë punës suaj si ministër i keni kushtuar një tekst të veçantë që është arsimi dhe formimi profesional. Ju keni qenë një tifoz i modelit gjerman, sistemi dual të arsimit profesional. Mendoni që Shqipëria ka bërë hapa para apo pas vitit 2013 në këtë drejtim, sepse ka qenë një nga prioritetet edhe të qeverive socialiste arsimi profesional të paktën në nuk ka bërë hapa mrapa, mendoj se ka vazhduar procesi dhe kjo ka shpjegimin e vet, sepse ky është niveli i arsimit dhe lloji i arsimit ku ne kemi asistencë më të madhe ndërkombëtare. Absolutisht. Dhe për fatin tonë të mirë kemi patur që në asë të dyshën dhe kjo herë kanë hyrë disa aktorë kanë dalë, e kam fjalën për partnerët huaj, po ka një partneritet të fuqishëm me dhe një mbështetje të madhe nga shumë vende, këtu është Gjermania, është Austria, është Zvicra, pastaj hyn Italia, Danimarka, Hollanda, USAID ka qenë aktiv, pra ky është një sektor ku janë takuar shumë aktorë. Dhe nëse ju e mbani mend që kemi krijuar edhe një lloj aleance. Por kësaj aleance mungon faktori kyç, biznesi shqiptar. Pra, arsimi profesional në tërësi dhe i duali që ju thatë në mënyrë të veçantë ka promotor biznesin, sipërmarrjen. Unë shikoj që sipërmarrja ka filluar të ndërgjegjësohet më shumë, por mendoj prap që edhe pse zhvillimet e teknologji janë të vrrullshme, prap dhe akoma më shumë besoj që i rritet rëndësia këtij lloji arsimi dual. Arsimi profesional pra dhe sidomos forma e atij duale. Për të cilën kategori këtë për masat e zhvillimit të këtij tipi të arsimit profesional në fakt do t'i përcaktoj biznesi, do t'i përcaktoj sipërmarrja. Pra, ky do të jetë një lloj arsimi profesional që i përgjigjet nevojave të sipërmarrjes për që nga teknikët, pra një dorë të kualifikuar, teknikët deri të këta menaxherët e punës day to day, që bën management day to day, kjo është kategoria dhe historikisht kështu është krijuar arsimi dual. Këtu më ngacmohet për një pyetje në radhës, sepse po të shihet modeli gjerman dual, që ka specifikat e tij dhe në raport me atë zviceran dhe austriak, është i bazuar sidomos te biznesi i madh. Ndërkohë që personalisht mendoj që mund të na përshtatet më tepër ai austriak, i cili është i bazuar te ndërmarrjet e vogla, SME-t, sepse Shqipëria ka 89% deklarojnë 1 dhe në 4 punonjës, biznese familjare. A kemi ne gjasa dhe mundësi që të adoptojmë një sistem si ai gjerman, ku ka kompani si Siemens, BMW, Mercedes e tjerë, apo ndoshta do na përshtatej si shtat dhe ju të orientojmë drejt biznesit vendor për të bërë më të përshtatshëm lidhjen e tregut punës me formimin e. Po, është vërtet që austriakët e kanë modifikuar, pra në origjinën e tij sistemi dual është krijuar nga kompani të mëdha dhe Benzi ka qenë një nga propozuesit e parë. Pra në landin e Baden-Württembergut në Gjermani, aty ku është kvarteri kryesor
Benzit aty ka lindur kjo përvojë, pra industria e kërkoi këtë tip të arsimit profesional, e mbështeti dhe po të shihni këto kompani, këto kanë një departament për arsimin dual. E kanë edhe sot. Në çdo po të kërkosh websajtet e tyre, edhe Benzi dhe Volkswagen dhe kompanitë të tjera Bosch, atë e gjen gjithmonë. Në Austri ai pësoi disa modifikime, keni drejt që i përshtatet më shumë dhe biznesit të mesëm, dhe ne në Shqipëri arsimin profesional më shumë e kemi përshtatur sipas modelit austriak, në fakt. Dhe shkonte edhe pak më shumë si arsim profesional me traditën tonë të më parshme, që ishin praktikisht gjimnaze profesionale, nuk ishin shkollat mirëfillta profesionale të tipit gjermanik, po ishin gjimnaze profesionale. Natyrisht edhe vendet gjermanisht folëse kanë gjimnaze profesionale dhe ne kështu i kishim. Modeli austriak është mbështetur më shumë në këto gjimnaze profesionale dhe natyrisht komponenti i formimit praktik është përsëri kyç. Dhe komponenti i formimit praktik ka vetëm një autor, do të jetë sipërmarrja. Në qoftë se sipërmarrja nuk është aktive në pranimin, mbështetjen madje duke vënë edhe në dispozicion edhe këto instruktorët që i mbikëqyrin praktikantët në kompanitë e tyre, ai nuk funksionon. Betë teorik. Kam një pyetje të natyrës administrative. Ju mendoni që ishte më i përshtatshëm modeli që ju kishit gjatë qeverisë suaj, kur arsimi dhe formimi profesional kishin përgjegjës respektiv Ministrinë e Arsimit të Shkencës dhe Ministrinë e Punëve Sociale, ministri e cila nuk ekziston më sot, e çështjeve të punës, çështjeve sociale dhe punës, por sot kemi një model të decentralizuar. Pra kur vjen puna te formimi profesional, ne kemi Ministrinë e Kulturës e cila licencon guida turistike. Në qoftë se vjen te përkthyesit është Ministria e Drejtësisë. Në qoftë se flasim për Agjencinë e Arsimit të Formimit Profesional, ka përfunduar diku te Ministria e Financës. Pra kemi një shpërndarje të përgjegjësive, ndoshta për të arritur efektivitetin, apo kjo ka qenë dëmsjellse në sistem, për sa i përket llogaritënies. Unë kam përshtypjen se u krijua një lloj konfuzioni dhe u muar natyrisht edhe në Gjermani, në disa lande ekziston ky model që është tek Ministria e Ekonomisë. Por ne nuk e kemi atë traditë. Pra ne nuk kemi traditë. Dhe ju i përshkruhet bukur, dhe po të shohësh lëvizjet i kapsuar, dhe është më vështirë që të gjesh kush përgjigjet për këtë. Pra, ti lëviz të drejtorisë sa në i ministrinë tjetër, po asnjë ministër nuk merret në këtë çështje. Dhe unë mbetem i mendimit që për politikë bërje duhet të shkoj sërish në Ministrinë e Arsimit, aty ku është arsimimi, që është edukimi, se në radhë parë është edukim. Por agjencia që përmendet, Agjencia e Arsimit dhe Formimit Profesional, është ngritur sipas modeleve të vendeve të Bashkimit Evropian. Dhe në kuadrin e projektit të Bashkimit Evropian është ngritur, e ka mbikëqyrur në atë kohë duket qeveria holandeze, por kjo agjenci i bashkon dhe për një vend të vogël si Shqipëria bën sens që arsimi dhe formimi profesional të jenë gjithmonë bashkë. Sepse është para që është resurset përdoren më mirë, politikat implementohen më mirë. Si mund të bëhet kjo? Kjo mund të bëhet, nuk ka nevojë ta lëvizje nga Ministria e Arsimit, e mund të qëndronte aty, por duhet rrisje akoma më shumë statusin e Agjencisë së Arsimit dhe Formimit Profesional. Ndoshta, ajo mund të bëjë edhe autoritet. Pra, me një fuqi më të madhe. Ajo e ka kriju tani traditën e vet, por në rast se do rritej statusi i agjencisë drejt një autoriteti, kjo do bënte të mundur për mbushjen më të mirë të funksioneve të saj. Dhe natyrisht do të implementonte, sa është agjenci implementuese, nuk është politikë bërëse, politikë bërjen e ka gjithmonë dikasteri, ka ministria, do implementonte shumë mirë. Tani ndarja edhe krijimi i agjencisë tjetër që është për mësimin ajo agjenci natyrisht është domosdoshme, se merret me punësimin. Por unë kam përshtypjen se komunikimi midis agjencisë së
arsimit dhe formimit profesional me agjensinë e punësimit është i pamjaftueshëm. Dhe natyrisht janë ruajtur rolet që Agjencia e Arsimit dhe Formimit Profesional merret me standardet, pra me standardet e arsimit dhe të formimit, ndërsa Agjencia e Punësimit ka detyra më operative. Në qoftë se të dyja do ishin brenda një autoriteti, unë kam përshtypjen se për Shqipëri mund të funksiononte më mirë. Dhe ky ka qenë një model që kemi pas diskutuar me partnerët e huaj. Profesor, së fundi doja 2-3 pyetje për arsimin e lartë të kërkimit shkencor, të cilat janë natyrisht tëmbra, jo ndoshta tëmbra akilit, por janë njëra gjërat më të diskutuara në vend sot. Për shembull, po lexoja disa statistika, të cilat ishin vërtet shqetësuese. 40% e diplomave janë pa lidhje me profilin përkatës. 49% e universiteteve, pra gjysma e tyre, s'kan lidhje me kërkimin shkencor. 45% e pedagogëve në universitetet publike janë pa gradën doktor. Pra janë me master. I nxori dhe raporti vet i bordit akreditimit. Gati gjysmat e tyre janë part-time, pra janë me kohë të pjesshme, pra jo efektiv. Do të thënë, si e shikoni situatën e arsimit të lartë, e cila natyrisht dhe pastaj lidhja e tregut me të punës, do të thënë me kurrikulat, që natyrisht është një çështje shumë e ndjeshme në botën e sotme. E gjitha shkon tek çështja e parë që diskutuam, prioriteti. Unë kam përshtypjen se akoma ne nuk kemi një minimum kritik i konceptimit se si mund të jetë arsimi i lartë për një vend që synon të hyjë në BE, në Bashkimin Evropian. Unë e kam këtë përshtypje. Pse? Po të shohësh buxhetin dhe ai buxhet që ka arsimi i lartë në Shqipëri sot është sa 30-40% e një universiteti në Vjenë që ka 7.000 studentë. Por nuk po ju çojnë në Vjenë, po ju çojnë në Turqi. Bokun për shembull Vjenë. Po ju çojnë në Turqi, po të doni, dhe pra buxheti që Shqipëria akordon për arsimin e lartë është sa një buxhet i një universiteti në Turqi që ka 10-15.000 studentë. Jo më shumë. Tani më thoni ju mua, kështu zhvillohet. Dhe ju përmendët këto statistika i nxori vetë raporti bordit akreditimit të qeverisë. Do në fakt u habita se në 2026, në qoftë se ti ke 40% të pedagogëve të mësimdhënësve janë me master, do të thotë jenë në nivelin e gjimnazit. Sa mësues e gjimnazit janë. Në qoftë se ti prap 40-45% sa ishin janë pedagogë të jashtëm, me kaq pedagogë të jashtëm, arsim i lartë cilësor nuk ka. Praktikisht shkuar te ajo tradita, ose rast sa njerëz që t'japin mësim dhe tik. Po pse ndodh kjo, profesor? Kjo ndodh sepse themra e kelit nuk është kuptuar, dhe është ajo që ju thatë. Lidhja me kërkimin. Prandaj edhe sot ka filluar diskutimi për ligjin e ri. Dhe që gjysma universiteteve s'kan lidhje fare me kërkimin shkencor. Por, dhe këtu duhet bërë një diferencim. Dhe pse ndodh kjo? Sepse ne kemi në ligj të diferencuar kolonën e universiteteve. Kolona e universiteteve ka parakusht që duhet bëjnë kërkim shkencor. Dhe as ata nuk kanë këtë, të gjithë. Pastaj kemi kolonën e kolegjeve universitare, kemi kolonën e akademive profesionale. Tani të paktën këtë kolonë në universiteteve, ne duhet ta garantojmë që kjo vërtet bën kërkim. Por ka një nonsens. U diferencuan, por ne punojmë me standardet e para 20 viteve. Standardet e para 20 viteve nuk mund të na shërbejnë për jo për 20, por ndoshta as për 5 vitet që vijnë. Dhe gjëja e parë që duhet bërë është që nëse je i kualifikuar, le të themi i akredituar si universitet, duhet përballesh me standarde të tjera. Duhet rritur steka e standardeve, duhet në standarde që i përkasin një universiteti të mirëfillt, që universiteti mirëfillt është i bazuar në kërkim, dhe mësimdhënia duhet rrjedh nga kërkimi shkencor, nëse vendoset ky standard, dhe ky duhet të jetë momenti kyç që duhet ta zgjidh ligji i ri apo amendimet e ligjit të ri. Kjo duhet zgjidhet dhe duhet rritet standardi
dhe institucioneve duhet dhe një kohë që të investojnë, se standardet nuk arrihen me dëshirë, po duhet investosh. Dhe ku duhet investosh? Tek pedagogët. Tani ju jeni vetë pedagog. Në rast se ne do vazhdojmë në Shqipëri të themi që kemi universitetet dhe kemi edhe pedagogë të cilët me ato pagë nuk jetojnë dot, gënjejmë veten. Ose do të pranojmë se ndryshe do të themi që kemi institucione pas arsimit mes. Jap mësim dhe i në shtëpi. Në qoftë se do të themi kemi universitet, atëherë do të krijojmë standardin. Dhe standardi fillon me pedagogun. Në rast se Shqipëria nuk do marr më në fund një vendim. Nuk e të bën ligji këtë, po kjo është politik bërje. Ligji nuk do thotë. Në qoftë se për pedagogët e universiteteve nuk do akordohen paga që u bëjnë të mundur atyre një jetesë normale, pa qenë nevoja të bëjnë një punë të dytë ose të tretë, ne nuk kemi arsim të lartë. Gënjejmë veten. Një, dhe dyta, do të jetë shumë e vështirë. Tani ju punoni me student, edhe me student masterit. Tani më thoni mua që një universitet publik të tentoj të emëroj një djalë apo një vajzë që ka doktoruar në Shqipëri, pa aq më keq nëse ka doktoruar jashtë, aq më mirë për të që ka doktoruar, aq më mirë për vendin nëse kthehet në doktorat jashtë, me 900.000 lekë. Kush vjen? Është dukshëm në mesatarin e rajonit përfshi Kosovën. Sepse ne kemi raporte, kemi një situatë ekonomike dhe të societesë të Shqipërisë që nuk i përket Shqipërisë. Dhe në këtë çrregullim të madh ekonomik makro që ka ndodhur vendit, viktimat kush janë? Viktimat janë ato të punësuarit në sektorin publik. Sepse pagat e tyre janë krejtësisht të pamjaftueshme. Kur ndodhi Covidi, ishte një problem i madh, u hap ky diskutim me kërkuesit në fushën e mjekësisë në vendet e Evropës lindore. Dhe thanë, ata shkojnë për ca orë në punë dhe pastaj shkojnë bëjnë një punë tjetër se ndryshe nuk jetojnë dot. Por shumë nga vendet e lindjes e zgjidhen të akorduan pagat dhe ky është momenti kyç. Në qoftë se Shqipëria nuk e merr këtë vendim dhe nuk realizon këtë statusin e pedagogut si profesion. Pra, që me të profesion të jetoj normalisht, të mos jetë dhe të punoj 8 orë në ditë për këtë punë, kjo nuk ndodh. Një, dhe dyta, ka bërë përshtypje një tjetër? Kemi 8 vjet që s'kemi asnjë protestë studentore. Më thoni një vend që kalon 8 vjet pa një protestë studentore. Një, dhe dyta, më thoni një vend që ka ndryshuar arsimin pa protestat arsim. Ndoshta u përmbushën kërkesat e protestës fundit studentore në vitin 2017. Është bërë pakti, jo pakt, po kanë rënë, janë konformuar të gjithë me situatën. Studentët thonë ne bëjmë sikur shkojmë në shkollë, dhe pastaj të më të goditurit janë studentë talentuar që nuk e gjejnë veten. Dhe pedagogët thonë ne bëjmë punën, japim mësim dhe bëjmë një punë tjetër. Pardje, më pyesi një orë nga media dhe më thoshte profesor, kam vajzën në vitin e 2 në gjimnas, po e kam fëmijën e vetëm dhe nuk duhet ta çoj jashtë. Madje është në seksionin bilingual të gjermanishtës së Samiu dhe pra duket i kishte çuar me mendimin për të çuar në Gjermani tani dhe duhet ta mbaj këtu dhe si mendoni kjo dega, dhe më thoshte një degë. Dhe thash, kjo është një situatë reale. Prindrit janë sot përpara një dileme të madhe. Pse? Sepse këtu nuk ka ofertë shqetësore. Ne jemi një vend i vogël, por ne nuk kemi ofertë për studentët talentuar. Studentët talentuar edhe në degët të mirë në Shqipëri janë të humbur. Sepse ata nuk janë produkti i shkollës tonë, i parauniversitarit, përjashtohet disa shkolla të mesme private shumë elitare dhe shumë të shtrenjta. Absolut. Të tjerët janë familjet e tyre janë investuar me kurse me të janë fëmijë që kanë mësuar, janë shumë më të mirë se bashkëmoshtarët e tyre në Europë,
po nuk gjejnë ofertë cilësore në Shqipëri. Si do bëjmë ne? Në qoftë se s'kemi ofertë cilësore, ata ikin jashtë. Shkodra në vitin e kaluar kishte 10% maturantëve që kishin jashtë. Tani sa kanë ikur nga Tirana kur nga Shkodra kanë ikur 10% e maturantëve. Këta ikin dhe nuk kthehen më. Sepse edhe familjet i dërgojnë fëmijët në mënyrë që t'i ikin vetë. Dhe ky është një rreth vicioz. Por rrethi ka për ta zgjidhur këtë rreth ose për të hyrë për të futur në zgjidhje, e para është ne do të mbledhim mendjen dhe do të themi në 5 universitete, po flasni për publikët, do krijojmë një standard të ri. Dhe ky standard i ri do krijohet mbi bazën e performancës, dhe unë nuk të paguaj ty paga thjesht të gjithë barabartë, jo, do të paguaj paga mbi performancë, modelet janë gjithandej, dhe unë do rris stekën. Do të them, unë duhet të kem 1, 2, 3, 4, 5 universitetet krahasueshme, plotësisht krahasueshme, me paktën në Universitetin Teknik të Stambollit. Për fund, profesor, për shkak të minutazhit, dy tre element që mendoj që janë të rëndësishme. Para ndërkombëtarizimi, duke qenë se qeveria ka mëshuar shumë në retorik çështjes së ndërkombëtarizimit të universiteteve dhe është një nga objektivat në kuadër të kapitullit për arsimin dhe shkencën. Ne në ana tjetër shohim statistikat që na vënë në fund të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Serbia ka rreth 60% të studentëve që vinë në rajon që shkojnë atje, sepse kanë shumë hallka burokratike të cilat e pengojnë realisht integrimin e studentëve të huaj në universitetet brenda vendit dhe në kushtet që universitetet publike kanë numër rreth 25% të numrit të studentëve. Kjo mund të ishte një mënyrë natyrshëm dhe për privatët, një mënyrë për të kompensuar, të themi, jo vetëm në sasi, por edhe në cilësi, sepse mund të ketë studentë që mund të jenë më meritor, mund të jenë më të përkushtuar dhe kjo do rrisi dhe cilësinë e auditorëve tona. Dhe e ndërlidhur ndoshta jo domosdoshmërisht me këtë çështje kurikulave. Pra kurikulat universitare shpeshherë janë të vjetëruara në kushtet që sot kalojmë nga revolucioni i 4, në 5, në 6 industrial brenda harkut një dekade dhe natyrisht që kërkohet një ndryshim i shpejtë i kurikulave për të përshtatur realiteteve të reja socioekonomike, ndërkohë që burokracitë e bëjnë gati të pamundur një ndryshim të tillë. Tani të gjitha këto shkojnë dhe përfundojnë prapë tek profesori. Universiteti përfaqësohet në shoqëri me profesorët e vet. Profesori dhe profesura në një universitet burojnë nga ajo që dija është institucionalizuar me një professorship ose një profesur. Në modelin humboldtian, që quhej diku përdorin disa emra, por këto janë nuk është departamenti, është profesura dhe është e ngjashëm me ish katedrën tonë. Me ish katedrën tonë. Dhe në qoftë se kjo nuk institucionalizohet, në qoftë se profesori që ka marrë atë titull nuk drejton një të tillë me të gjitha drejtat dhe përgjegjësitë, dhe në qoftë se atij nuk jepet liria që lëndët ose grup lëndët që ai zhvillon të ndryshojë në dinamik që të jetë gjithmonë një i parafruar me homologët e tij të universitetit, kjo nuk ndodh. Burokracitë, pra i duhet dhënë liria. Hapni një program si një program të një moduli të universitetit në Austri apo në Gjermani. Dhe ndryshe nga praktikat tona me faqet pafundme, ai ka 3 rrjeshta, ka shkruar sepse është liria akademike dhe kërkimore që ka ky profesor. Ky është emëruar, ose kjo, si është zgjedhur dhe është emëruar jo me nepotizëm, jo për arsye politike, por me një konkurim shumë të fortë, e ka fituar këtë status dhe universiteti ka besuar një lënd, një grup lëndësh, një disiplinë. Dhe i thot, unë i lirë prej te pres që këtë disiplinë të ma përfaqësosh 20 vjetë, në nivelin më të mirë internacional. Në rast se ti këtë besim ja jep, dhe ai çdo nga burokracitë boshe, ai është motori i zhvillimit. Motori i zhvillimit të një universiteti është profesori dhe profesura. Ne e kemi të shkëputur titullin profesor nga profesura, e kemi të gjithë një lloj dhe
e ka titullin, s'man as një përgjegjësi për zhvillimin e universitetit. Ç'do të thotë kjo? Kur unë ta jap atë titull, do të thotë kam besuar fytyrën e universitetit ta përfaqësosh. Dhe do të mendoj mirë. Para e meriton ti apo jo? Nëse meriton, atëherë jam i sigurt. Pra ne kemi autonomi universitare në letër, por jo reale. Ne kemi autonomi universitare burokratike, kemi edhe vota madje, por ne nuk kemi autonomi reale që buron nga historia e zhvillimit të arsimit të lartë dhe të universitetit. Prandaj, sa të rishti ti ndryshosh ato, ai që është në auditor, ai sjell nivelin më të lartë të dijes dhe nivelin bashkëkohor të dijes përpara studentit. Tërë pse se e pa ti këtë të drejtë. Jepi atit, besoja, sepse i ke besoja titullin, por ndryshe nuk duhet i besoja titullin. Këtu është thelbi problemit. Dhe në qoftë se kjo nuk ndodh, për batut profesor për fund, kemi dhe një handicap tjetër që në fakt në vend që teknologjia dhe inovacioni të buronte nga universitetet, siç buron në botë, këtu buron nga administrata. Fjala bie diella, që është Ministria e Parave Virtuale në botë, apo Akshi, i cili natyrisht me historitë e tij të fundit universiteti natyrisht duhet i paraprish zhvillimit. Por në rast se ai mbështetet. Në rast se nuk mbështetet, atë do dalin kompani që do ta parakalojnë dhe ky është problemi. Një shtet duhet mendoj që universitetin ta mbështesë në mënyrë që ai të qëndrojë në pararojë të zhvillimit. Në momentin kur ai mbetet në bisht të zhvillimit, nuk të duhet më. Shumë faleminderit profesor. Faleminderit për ftesën. Kënaqësinë që sot të bënim një bisedë shtërruese me profesor doktor Myqerim Tafajin, ish ministër arsimit, zëvendës kryeministër, për një pamje 360 gradë të problematikës në arsimin parauniversitar, atë profesional, arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor, natyrisht me efekt në inovacion, teknologji dhe ku është Shqipëria sot në raport me përmbushjen e detyrimeve të saj si një vend që aspiron të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian në vitin 2030. Përshëndetje dhe mirë se u takofshim në puntatën e radhës.